jam e ngjirur. S'po më lë të qet. S'po më lë të qet, Egli. Po vërtet me gishta në vesh. Se s'më dëgjon. Se s'më dëgjon. Se s'më dëgjon. Se nuk më dëgjon. E pusha. Se s'më dëgjon. Biseda, po pse s'më flas vetëm për ato që Kelli dhe të thea një përgjigje sinjeri. Po me ty nuk bëhet asnjë bisedë sinjeri. Pse ke frikë flasësh me mua më daj? Çfarë ke? Mo pse se bën dot bisedën, se nuk mbron dot gjërat e tua. Nuk i mbron dot gjërat e tua. Nuk i shkon dot gjërave në fund. Cila është biseda jote që e nis dhe e përfundon? Pyetje Kelli pas minutave me nxjerr mua keq në publik. Dhe unë po vi dhe po t'jap përgjigje sy në sy. Me dorë të ulta. Moj më thuaj çfarë të kam bërë më. Moj çfarë të kam bërë. Ti flasësh sinjeri me tonë të ulta. Desha të nxjerrë Kelli keq. Po ne moj Kelli rik tu te Roziradi. Pas krave desha me nxjerr Kelli keq. Kelli është shoku im. Mos shko të flasësh keq për mua. Te miqtë e mi. Mos shko të flasësh keq për mua te miqtë e mi. Dhe prapë se prapë. Te erdha me qytetaritë të tash. Ke bërë një pyetje, ke bërë një pyetje të tash. Fola te Kelli unë. Po gënjem prapë. Tek shush edhe jashtë të fola. Është e folur keq? Dhe unë po të jap. Nuk është e folur keq. Është për të iniciuar diçka të keqe në publik. Çfarë fola keq? Diçka të keqe në publik. Nuk jam këtu për të bërë. Po çfarë do të bëj? Mos s'më lë të flas, më flet sipër. Po zonjë, po më lër ta mbaroj, më se nuk do kemi debat pas kësaj më. Po nuk kupton. Nuk do kemi debat pas kësaj më, se unë nuk e kam bëja debat. Ata mos ti zgjidhësh gjërat e tua me mua një herë mirë.